Ka një orë magjike në Durrës, kur dielli zbret drejt detit, kur plazhi qetësohet, kur drita bëhet ngjyrari. Shumica e njerëzve e humbasin, sot do t'ju a tregoj. Mirë se vini në Daily Durrës. Unë jam Elisi. Sot do t'ju çoj në një shëtitje përgjatë një nga plazhet më të madh në Shqipëri, plazhin e Durrësit, 3.4 kilometra i gjatë, rër e ardhë, në orën kur Durrësi tregon fytyrën e tij më të bukur. Dhe në fund do t'ju tregoj çfarë ka ndryshuar këtë sezon, gjëra që edhe shumë durrësak nuk i din akoma. Le të fillojmë. Plazhi i madh i Durrësit. 10 kilometra e gjysmë vijë bregdetare. Nga stacioni i parë deri te shkëmbi i Kavajës. Plazhi më i gjatë, më i njohur dhe më i frekuentuar në Shqipëri. Por ne do flasim për nga stacioni i parë deri tek muri i bllokut. Çdo verë, qindra mijëra njerëz vijnë këtu. Familje shqiptare, turistë nga Kosova, diasporë nga Italia dhe Gjermania, dhe gjithnjë e më shumë vizitorë nga Evropa perëndimore dhe jo vetëm, që po zbulojnë atë që shqiptarët e kanë ditur gjithmonë. Ky bregdet ja vlen. Por sot nuk është ditë normale plazhi. Sot jam këtu në Golden Hour, atë orën e fundit para perëndimit, kur drita ndryshon gjithçka, kur rëra bëhet ngjyrari, kur deti pasqyron qiellin, kur edhe ndërtesat duken më të bukura se janë. Le të ecim. Shëtitoria e plazhit Buzdetit. Kjo është vendi ku qyteti takon plazhin. Në njërën anë, bare, restorante, kafene. Çdo 20 metra, ndonjë vend ku mund të ulesh, të porosisësh një kafe, një birë, një pjatë peshku, dhe të shijosh atë qetësinë e detin dhe ushqimi njëkohësisht. Dhe nga ana tjetër, plazhi, shezlong, çadra, dhe Adriatiku që shtrihet deri në horizont. Kjo shëtitore ka ndryshuar shumë në vitet e fundit. Jo me larg se para 2-3 vitësh, ishte rrugë e thjeshtë Buzdetit. Sot ka një pistë vrapi, pistë për biçikletë, që për mua si përdorues biçiklete do duhej të bëja zigzage, dhe shëtitore me të gjere, ku ju e mbani mend sa e ngushtë ishte. Ndriçim modern, ulëse, hapësira për fëmijë dhe një rrjedhë njerëzish që nuk ndalet kurrë, nga mëngjesi deri natën vonë. Por ajo që nuk ka ndryshuar është pamja, deti, horizonti, perëndimi. Këto janë të njëjta si 20, 50, 1000 vjet më parë. Durrësi ndryshon, deti jo. Rëra e Durrësit është e veçantë, e artë, e imët, e ngrohtë edhe kur dielli ka filluar të zbresë. Fëmijët e ndërtojnë kështjella mbi të moshuarit ecin zbathur nëpër të. Çiftet ulen mbi të duke parë detin. Uji këtu është i çekët për distancë të gjatë, ideal për familje me fëmijë. Mund të ecësh 10 metra në det dhe akoma je në gjunjë. Kjo është arsyeja pse familjet shqiptare e zgjedhin Durrësin vit pas viti. Siguria, qetësia e ditur që fëmia mund të luajë në ujë pa frikë. Shezlongot kushtojnë 3 deri 5 euro ditën. Ka dhe vende me 10 euro. Por këtë vit, për herë të parë, me sa po shoh tani, nuk e di më vonë, 70% e hapësirës së plazhit është publike. Falas, mund të vish me çadrën tënde, me peshqirin tënd dhe të rish gjithë ditën pa shpenzuar asnjë euro. Kjo është diçka e re për Durrësin dhe sinqerisht është ndryshimi më i mirë që ka ndodhur në vitet e fundit. Po flas për ndryshime, sepse Durrësi nuk është i njëjti qytet bregdetar që ishte 5 vjet më parë. Le t'i numërojmë. Së pari, hapësirat publike. 70% e plazhit tani është falas. Dikur kjo përqindje ishte e kundërt. Shumica e plazhit ishte private, me çmime që rriteshin çdo verë. Sot, tabelat informuese tregojnë qartë, hapësirë publike. Kjo ndoshta nuk duket revolucionare,
por për dursakun që ka paguar çdo verë për vendin e vet pranë detit, kjo është ndryshim i madh. Së dyti, dhe kjo ndoshta do t'ju abisi, plazhi është zgjeruar. Brezi ranor ka më shumë rërë se vitet e kaluara. Plazhi që dikur ishte i ngushtë, sot është më i gjerë. Më shumë hapësirë për shezlong, më shumë hapësirë publike, më shumë rërë midis detit dhe ndërtesave. Nëse ke ardhur këtu 5 ose 10 vjet më parë dhe e kujton plazhin e ngushtë, do habitesh kur ta shohësh sot. Së treti, ndërtimet e reja. Përgjatë Bregdetit, pallatet e reja po ngrihen çdo sezon. Disa janë hotele moderne me standarde europiane, të tjera janë komplekse apartamentesh për diasporën që blen pronë pranë detit. Bregdeti po ndryshon fytyrë, ngadalë, por pandales. Por le ta lëm politikën dhe urbanistikën për një moment, sepse ka një arsye pse erdha sot pikërisht në këtë orë. Golden Hour, ora e artë. Ajo orë e fundit para perëndimit, kur drita bën magjinë e vet. Shikoni, rëra që gjithë ditën ishte e bardhë, tani është ngjyrë e ari. Deti që gjithë ditën ishte blu, tani është argjend. Qielli që gjithë ditën ishte i kthjellët, tani ka ngjyra që asnjë filtr nuk i riprodhon. Por ata që rrinë, ata që presin këtë orë, e dinë sekretin, që dursi i Golden Hourit nuk është i njëjti qytet. Është më i qetë, më i butë, më i bukur. Deti qetësohet, era bëhet e ngrohtë, njerëzit ecin ngadalë, askush nuk nxiton. Sepse kur ke perëndimin para syve, nuk ke pse nxiton. Ndërsa ecim përgjatë shetitores, ka një ndërtesë që dallohet nga të gjitha të tjerat. Hotel Adriatik. Ky nuk është thjesht hotel, është histori. Ndërtuar në vitin 1957, në kulmin e regjimit komunist, Adriatiku ishte hoteli i parë luksoz bregdetar i Shqipërisë. Por luksozi nuk ishte për shqiptarët. Për 40 vjet, ky hotel ishte i mbyllur për publikun. Vetëm diplomat të huaj, politikan dhe mysafir të shquar të regjimit hynin këtu. Shqiptarët e zakonshëm ecnin për jashta murit dhe ndërronin çfarë kishte brenda. Pastaj erdhi demokracia. Hoteli u privatizua në 2000, u rindërtua plotësisht dhe në 2003 u rihap si hotel 5 syesh, i hapur për çdo kënd. Por ajo që e bën të veçantë nuk janë yjet, është historia, që nga hoteli ku hynin vetëm diplomatët e Hoxhës, në hotelin ku sot çdo turist mund të rezervojë një dhomë. Ky transformim nga izolim në mikpritje është Durrësi në miniatyrë. Unë jetoj në Durrës. E njoh këtë plazh sa njohin duart e mia. Kam ardhur këtu si familje, me familjen. Kam ardhur si adoleshent, me shokët. Kam ardhur si i rritur, me kamerën. Dhe çdo herë, plazhi ka qenë ndryshe. Jo sepse ai ndryshon, por sepse unë ndryshoj, sepse qyteti ndryshon, sepse Shqipëria ndryshon. Ky plazh ka parë gjithçka. Ka parë komunizmin, ka parë tranzicionin, ka parë 97-ën, ka parë rindërtimin, ka parë turistin e parë të huaj, dhe tani po sheh sezonin 2026, ndoshta sezonin më ambicioz në historinë e tij. Nuk e di nëse Durrësi po e bën gjithçka mirë. Ndoshta jo, por e di që po përpiqet dhe përpjekja duket në shëtitore, në plazh, në dritën e artë që bie mbi rër çdo mbrëmje verore. Kjo dritë nuk ndryshon kurrë, edhe kur gjithçka tjetër ndryshon.
Nëse të pëlqeu kjo shëtitje, abonohu. Çdo javë po zbuloj Durrësin dhe Bregdetin shqiptar, jo atë që sheh në reklama, por atë real. Më trego në komente, cila është ora jote e preferuar në plazh? Mëngjes, mesditë apo golden hour si unë? Faleminderit që ecët me mua sot.